Në raportin e Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit për vitin 2025, thuhet se nga 137 aktivitete të planifikuara, vetëm 23 u realizuan plotësisht, 44 nuk u realizuan dhe 33% janë ende në proces. Sektorët më të suksesshëm ishin arsimimi dhe ekonomia biznesi, ndërsa më pak përparim u shënua në politik, mjedis dhe ndërmarrje publike. Për periudhën e vitit 2021-2025, realizimi i përgjithshëm i strategjisë ishte 37%. Me shumë aktivitete ende të pabazuara ose në proces. Komisioni dha gjithashtu rekomandime për institucionet për të përmirësuar zbatimin e aktiviteteve që nuk janë në fokusin e strategjisë së ardhshme 2026-2030. Gjatë vitit 2025 janë ndërmarrë një sër aktivitetesh për forcimin e integritetit, përfshirë zhvillimin e politikave, trajnime dhe vendosjen e mjeteve për monitorim, por pavarësisht kësaj një pjesë institucioneve ende funksionojnë në nivel të përputhshmërisë formale, pa zbatim thelbësor në punën e përditshme. Analiza tregon se sistemi i integritetit duhet të kalojë nga faza deklarative në ato operative, me procedura të qarta, mekanizma përgjegjëse dhe zbatim real të rregullave, veçanërisht në fusha të ndjeshme si prokurimet publike, dhuratat dhe menaxhimi i autorizimeve diskrecionale. Sipas të dhënave, vëret e rritje institucioneve që marrin pjesë në proces, por ende ekzistojnë dobësi të konsiderueshme, si integrimi i pamjaftueshëm i politikave antikorrupsion në proceset e përditshme dhe mungesa e monitorimit dhe kontrollit sistematik. Raporti thekson se problem kyç mbetet edhe fakti që shumë institucione miratojnë akte të nevojshme, por ata nuk zbatohen në praktik, gjë që ndikon drejt për drejt në besimin e qytetarëve dhe në efikasitetin e sistemit. Në përfundim, theksohet se viti 2026 duhet të jetë periudhë e stabilizimit dhe forcimit të mekanizmave me fokus në zbatimin praktik, rezultate të matshme dhe përgjegjësi të shtuar në institucione.